Vedat Muriqi me shumë gjasa do të jetë i Fenerbahçes për edicionin e ardhshëm. Transferimi i sulmuesit nga Kosova mund të konkretizohet për 5 deri në 6 milion euro. Vetë dëshira e Muriqit është që të luajë në Turqi. Më 11 janar mund të transferohesh atë Fenerbahçe. Fola me drejtorin ton sportiv në Majorka, por ata nuk e dhan lejen, u shpreh Muriqi. 31 vjeçari po kalon një sezon ëndrash në aspektin personal. Me 19 golat e tij, është i vetmi që ndjek Mbappén, që regjistron 23 gola në La Liga. Majorka rrezikon rënjen, pasi është 2 pikë larg zonës së ftohtë. Në rast se ekipi përfundon në kategorinë e dytë, largimi i Muriqit do të jetë thuajse i sigurt. Vedat Muriqi ka falenderuar tifozët për mbështetjen e madhe, pasi nuk arriti t'i mbante lotot pas golit ndaj Real Madridit. Ylli i Kosovës shënoi në kohën shtesë për t'i siguruar Majorkës pikët e plota kundër gigantit madrilen, gol që ishte i 19-i në La Liga. Pas ndeshjes, Muriqi deklaroi se kaloi një periudhë të rëndë këto 2 javë, sidomos kur dështoi ta realizojë ëndrrën për t'u kualifikuar në Kupën e Botës me Kosovën. Edhe pse dukem shumë i rëndë dhe i shëmtuar nga jashtë, jam njeri. Këto 2 javë kanë qenë shumë të rënda për mua. E humba penalltin ndaj Elches në minutën e 92, pastaj shkova te kombëtarja ku e humba finalen për t'u kualifikuar në Kupën e Botës, që ishte ëndra e jetës sime. Mendova se ky sezon ka nisur mirë, por përfundoi keq. Por të shënoja këtë gol të bukur me rezultatin 2-1 është lajm fantastik. Edhe pse kam shënuar 19, ky është i veçantë sepse morëm një fitore të madhe. Faleminderit tifozëve, kishim mbështetje të madhe. Jam shumë mirënjohës për gjithçka që më keni dhënë dhe shpresoj të qëndrojmë në elitë. Ai ndër të tjera edhe përgëzoi lojtarët për paraqitjen e bërë, ku me plot merit mboshtën ekipin më të mirë në botë, Real Madridin. Të them të drejtën, kur bën kalkulimet para se sezonit nis, nuk e mendon se mund ta mboshtësh Real Madridin, por të marrësh 3 pikë ndaj klubit më të mirë në botë, nënkupton se ke luajtur një ndeshje të mirë. Jam shumë i lumtur, krenar për tifozët dhe bashkëlojtarët. Shpresoj të marrim 6 pikë në 2 ndeshjet e radhës, kundër Rayo Vallecanos dhe Valencias. Majorka tani e ikën zonës së rrezikshme për t'u ngjithur në pozitën e 17.